Pejgamberi alayhis salam i nxit të sahabët që t'japin nga pasuria e vet. Tha pejgamberi alayhis salam, hadith që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil janna ya abdullahi hadha khairun." Tha pejgamberi alayhis salam, kush jep në rrugt të Allahut zawjayn, çift. Ka thënë dietar çift, dy lop, dy dele, ari dhe argjend. Domthonë ka pas cilës punë që e ki, mi thon ka dy. Pse? Ka thënë dietarët që tjetë ma e mbushur sadakaja. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush është prej namazlive thirrët në derën e namazit në xhennet, që të hije prej asaj dere. Kush është prej atyre që kanë bërë luftë rrugt Allahu xhelalu ala, thirrët prej asaj dere. Apo kush është që ka qenë prej atyre që kanë agjëruar, thirrët prej derës Rayyan. Elusi Allahu që Allahu ta ban qabul agjërimin ton, e të na thirrë prej kësaj dere të mirë. Pastaj ka thënë alayhis salam, e kush është që ka dhënë sadaka, thirrët nga dera e sadakas. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekri, tha ja Rasulullah, kurban të bafshin nana jem dhe baba jem për tyje. A ka dikush që këtë dyrë të thirin? I qelë Allahu xhelala, këtë dyrë, të dyrë, i thot hin që knejna. Tha po Ebu Bekr, ti inshallah pitëne. Po Ebu Bekr, ti inshallah pitëne. Dhe kemi përmen hadithin, apo e përmendëm xhumë, e përmendëm ku në ditë për ditë pejgamberi para namazit sabahit, pak para dreke. Tha, a ka dikush që ja qua xherushëm na file, jo në Ramazan. Veç Ebu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Para më, pi pas sabahit deri para dreke. Kur i ka bë këtë vepra? Tha, a ka dikush për juve që e ka përcjellë një xhenaze? Kur kush foli dhe Ebu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Tha pejgamberi alayhis salam, sot me sasaj kohë ndonjë fukara e ka ushqyer dikush, unë ja Rasulullah. Edhe kjo shpirti i madh u kon, radiallahu an. Pastaj tha alayhis salam, a mos e ka vizituar dikush për juve ndonjë smut? Tha unë ja Rasulullah. Tha pejgamberi salam, vallahi nuk mbledhen çdo të një njerin që këtë vakt vetëm se hin pi cëllës doje deri xhenetit. Allah na mëson me xhenet ya rabbul alamin. Kjo ka qenë prej asaj që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej pasurive që pejgamberi ka pas që i ka lavdruar të zotët e atyre pasurive, ka qenë Uthman ibn Affani në luftën e Tebukit, lufta e ranë, lufta e zorshme. E ka thënë Allahu xhelalu ala sa'atil usra, sahati i ranë për sahabët e pejgamberit, që janë nis me romakt. Apo edhe ka bë thirrje pejgamberit, kush e përgatit luftën e Tebukit e ka shpërblim xhennetin. Uthman ibn Affani, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i zoti dy nureve, dy çikat i ka pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A kanë të bë hazër me bë tregtin në Sham, në Sirinë e sotshme edhe Irakin, pjesat e llogaritës Sham. Këso është pjesa e majt e Mekës. Edhe Uthman ibn Affani u kanë të bë hazër devët për mi çumi mush me mall. Sikur sot që kontinjerat çoni mush apo i ka pas 960 deve. 960 deve. O kanë t'i bo gati, mi qunë Sham, mi mush me mall, mi këthi në Medinë edhe me bo tregti. Edhe i ka pas 40 kuaj. Apo, për ndihmë të sa i ka pas 20 me qarë. 960, edhe 40, 1000. Edhe devet, ju e kam përmen, devet e lidh parën, një mas një. Edhe të parën e drejton, këtë devet i shkojnë të parës. Apo, i shkojnë turmo. Edhe kur e ka nije thirrsin e pejgamberit, kush e ban hazën një këtë ushtri, hinë xhennet. Atëherë Uthman ibn Affani veç e ka kthie. I ka thënë atij shoftor, ktheje. Njëri për neve që kishte thënë, ti çoj bën një herë në të vim pikine, apo sa e komuniz mallin. Jo me ktheje më një herë. E kthej më një herë, ta kthej. Ta shkove më herë ato 40 kuaj. Edhe i tha besam, ja Rasulullah merr. Hinë në shtëpi vet. I mor 1000 dinar, 1000 lira talltanit. Apo ta sa i kohë. Edhe shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ishte i ult pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo i kanë pas ka qenë duke nejt, edhe ka gjujt prehën lirat. Ka thonë merr ja Rasulullah. Por këtë luftë, atë i ka marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i ka, domthon sigur ka lut me to. Apo ka thonë ma dharrabna affana ma amila ba'da al-yawm. Ka thonë që ti njerit mos i ban zarar çka dojnë të bëjnë mas kësaj dite. Shko pali Allahu. Mësoj ju me dhon. Çka i tha? Uthman ibn Affani si ban mos zarar, çka dojnë të bëjnë më? Apo andaj i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Uthman ibn Affanit,
Allahu ka me ta vesh një petk, mos zgabon me e zhvesh. Kjo petk e khilafetit. Kanë ardhë disa prej tabiinve, edhe disa prej sahabeve që janë revoltu me Uthman ibn Affanin, edhe i kanë thanë, ti si e i drejt. Si e i drejt. Dhe kjo është e çudia e njerëzve. Kjo është çudia e njerëzve. Mi thanë Uthman ibn Affanit, andaj Abdullah ibn Omeri ka shku te dera e Uthman ibn Affanit. Tash s'po përmend me emra se njerëzit në varësisht sa kanë. Ka qenë disa prej sahabeve, edhe bibit të sahabeve janë revoltu me Uthman ibn Affanin edhe kanë mshirë në shtëpi. Ka thonë ja kime bo qëta, ja të vrasna, ose ta morna khilafetin. Kjo shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu ka thonë, ka me ta vesh Allah i një petk, ka me të bo khalife, mos ga bo me desh. Apo? Edhe kanë shkue, kur ka shkua Abdullah ibn Omeri, djali Omerit, edhe i ka pa me shpata, ti thonë Uthmanit, dil, realizoje këta, realizoje ata, se ta bojmë kështu, ta bojmë ashtu. I ka këshira Abdullahu, edhe i ka thonë, kjo kënë shok i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë, ti shkon gjallë baba jam. Ti shkon gjallë baba jam. Një me ja bajshë ju qështu. Ka thonë, me ja Uthmania i but, Uthmania i tërpshëm. E kini mshelë në shpi, edhe kanë vranë në shpi. Apo, se ka ik petko. E një ditë për ditëve, të regon Ahnaf ibnul Qajs, ka qenë për tabinve. Thotë, nisëm për haqë, edhe unë nalëm Medine. Thotë, na nuk i ditëm ato i këshim pas do të lashe, në kone e Uthmanit. Thotë, edhe dul një njeri i pështjellët. Thot ishte pështjell, edhe ishte nervoz, edhe i shkon Uthman ibn Affani. Edhe ju ka dal njerëzve, edhe ju ka thanë, ku është Zubejri, ku është Saadi, ku është Talha. Apo konflikti që ka ndodhur. Edhe dhe ka ndonë, ja ku jemi. Ka dal Uthmani, edhe ka thanë, se ka pas zort madh, e kanë akuzu se i pa drejt, i e zullumqar, i ti bo të punë që si ka bo Ebu Bekri dhe Omeri. Çto e kanë akuzuar? Apo, nësa i kiti ka po me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atër ju ka dalë, ju ka thanë, po ju baj bejnë Allahu, po ju kërkoj në emër të Allahu gjillu ala. A e dini ju, se atë ngonë ma djetëri, a e dini ju, ka thonë Talhas, e Saadit, e Zubejrit, ka thonë a e dini ju, se një ditë për ditëve pejgamberi alaihi salatu wasalam, për një vend me hurme që ka qenë, e ka pos emnin Mirbed, a ka thonë me vësam kush e blenë që këtë vend Mirbedin, ja falë Allah i gjunat, a i një konë që ati kura ka thonë qështu? Ka thonë po. Ka thonë, a shkova unë edhe e blejta? Edhe i thash, ja Rasulullah, ashtë e jotja? Edhe më tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, leje për xhamijën. A i një dëshmitar? Thanë, Allahumme ne'am. Thanë, pasha Allahin po. O Allah dëshmo se ka qenë kështu. Atër ka vazhdu dhe ka thonë. Ka thonë, po ju kërkoj nejmën të Allahin, se ka në akuzue. A ki njeri 960 dere, 40 kuaj, 1000, edhe 1000 lire e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë mësam, zbat, s'ka më zarar për Uthmanin. Çiki njeri, kur o kanë krijetari muslimanëve, i kanë thonë shumë zullumqarki. A kështu janë njerëzit, subhanallahu alazim. Kështu janë njerëzit. Asat zullumqarve, e tiranëve, e njerëzit që kërkojnë muadhurunin me Allahu xhelal, çka ju thonë? A ki mirë? A ke paki? A i zdi me folbe, di fjallë, zdi mi thanë, Wallahi billahi nuk di mi thanë di fjallë. O ka ndrunë Uthmanit, ja kanë zonë frimën. Ju ka thanë, po ju baj bejnë Allahun. A o kanë që tu një bunar, e ka pos emnin Raume. E ka thanë, për jam kush pe blenë që të bunar tja laje muslimanve, Allahu është për blenë në gjennet. A është që une e kum bleje dhe e kum lanë për musliman? A dhe ka thanë, Allahu është dëshmitar, po. Atër e ka thanë, Uthman ibn Affani, ka thonë, a e kini nije ju një dit, kur tha pejgamberi s.a.s. kush pe bangati ushtrin të buk, ja falë Allahu gjellë gjelaluhu, a i një kanë dëshmitar se ja kum qunë 960 deve, 40 kuaj, edhe 1000 lira, ka thonë, po valla, ti e ke po qëta. Atari ka thonë, ata ka thonë, Allahumme naam, o Allah po, edhe ka thonë Uthman ibn Affani, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo. I ka bo zullum. Kitë këto vepra të mëdha i ka ba, me gjitha ta e ka në akuzue se ti e i pa drejtë, ti e zullumqar, ti e tiran. Kjo ka qenë për vlerave që pejgamberi s.a.s. ua ka dhanë shokëve të vetë. Gjithashtu pejgamberi s.a.s. i kanë nxitë sahabët që t'japin për hir të Allahut te bareke ve teala në skajshmëri të mundësive të veta. Tregon Enes ibn Malik, thotë se ka qenë një njeri në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe e ka pas një vend të hurmeve.
Edhe ka ardhur pejgamberi sallallahu dhe i ka thënë ja Rasulullah, ose që tu një baçë nga të baçës time, po më duhet, mu se po duhet me lidh. Ka thënë, a pithu këti zotnijës të ma jape. Ka ardhur të ma jape, ka ardhur ma shese, ma shumë ka ardhur të ma jape. Edhe pejgamberi sallallahu s'ka mujt mi able, ama e ka pa që pi duhet, edhe i ka thënë këti njeri që ka konë zoti kësaj baçës, i ka thënë o filan, këti filani tjetër pi duhet baçja, apo ja jep. Allahu që përblen me xhennet. Ta kthen Allahu në xhennet që këtë baçë. Mirë po mësam nuk ja ka dhënë me farz. Ka thënë jo ja Rasul. S'po ja jap. Atëra e ka pas ti shoku mësam emrin Ebu Dahdah. E ka pas prej e ka një bisedën. Edhe i kanë thënë, a nuk ja dha? Po. Ka shku te gruaja vet, i ka marrë do parë që i ka pas, edhe ka shku te ki filani. Edhe ka thënë, o filan, sa e shet me këtë baçë? S'ka lidhje ki me rastin hiç. Një njeri ka ardhur, ka thënë Resulullah, po më duhet çki vën, a mund të çki me ma dhon? Po pse ka thënë, jep ja Allahu problemin xhenet, s'ja ka dhënë. Ka ardhur Ebu Dahdah i ka thënë, sa e ki me burr? Ka thënë çikaç. Ka thënë, çe. Baçja është e jemja. Ka shku te pejgamberi ka thënë, ja Resulullah, ja blejta baçën, jep ja atij që ju dashke. Çdo zemra, ju dashke po. Jep ja atij çka ju dashke. I ka thonë pejgamberi sallallahu kem min idhqin raha li Abi Dahdah fil janna. Sa baçja me hurme e palma ja ka thënë Allahu xhelalu Abi Dahdahit në xhennet. Edhe ka shkuar te gruaja vet, edhe i ka thënë, o gruaja ime, ka thënë e blejta baçën, ja dash filanit. I ka thënë gruaja vet, pas mi fitue. Ka pas gruan besimtare dhe devotshme. Kjo ka qenë prej asaj se ne ka përmend dietarët në kontekstin e vlerës së tregtarëve.